Aja tina kosi lugë. Ate se thojnë kosi ashtë në zonë, po jenë luga. E provoj po. Nuk ka dorë njerit që prejkë të qëllë. Ne jemi certifikum me IFS që është standardi më i lartë i sigurisë së ushqimit, sa më i pastër shumështi, sa më cilësor shumështi, as më pak është i nevojshëm trajtimi i produkteve. Sa më mirë gjanda parë, qash më mirë edhe prodhimi. Produkti final. Këto është ajo ku e qitë nivojnë. Kjo pjesë është shumë e madhe, produkti është premium, cilësia është çka më thonë më shumë. Klientët flasin vetë falënderi për klientëve që gjithmonë kanë pas besimin dhe nuk e hupin asnjëherë besimin. Sot kom marrë qumshtorën Vita për me pa prodhimin e qumshtit Vita. Jo vaj, jo kjo kena me pa krejt procesin e prodhimit prej kur vjen qumshti e deri kur shkon në paketim. Këtu kom taku normalisht drejtorin e prodhimit të krejt qumshtit për me mujt me pasë që shjena. Mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjeta. A je mirë? Apo lodhësh? A kena me pa që ndodhë në qumshtorën Vita? Çdo sa. Ku po shkojmë? Po fillojmë te pranimi i qumshtit. Atje e shohim gjitha cisternat, edhe shohim mënyrën se si ka më pranuar qumshti. Pastaj futemi në proces e shohim si trajtohet qumshti, si përgatitet, si mbushet, si paketohet. Që ku jam me shokun tem Arlinin, i cili kam na kallëzu çka është procesi tash për momentin prej kur vjen qumshti në qumshtore. Kjo cisterni ka 3 komore me ka 5 tona, edhe vazhdojmë i miqel 3 komoret edhe vazhdojmë në procesin e pranimit të flow metri. Këto janë komoret, 3 komore, edhe i hapim triat edhe kjo hapja kryesore këtu. Edhe vazhdojmë këtu qarkullon qumshti, vazhdojmë tek flowi për matjen e litrave. Kjo flow metri, në bazë kësaj bëhet matja e litrazhes së cisternave në bazë ditore që vinë. Edhe vazhdojmë me start me pranimin e qumshtit. Pas përfundimit të fazës së pranimit të qumshtit, se secili kamion të cisterni jona dhe po fermerëve, vazhdojmë me fazën tjetër e cila faza e pastrimit të kamionave. Realisht, para se mu pranu qumshti, ju e pat vendin ku pranohet, i morët pamjet. Ky laboratori fiziko-kimik, njëri prej 2 laboratore, sepse ne i kemi 2 laboratore, një e kemi këtu fiziko-kimik dhe një e kemi në repartin e pranimit cilën kemi më vonë. Gjithashtu e kemi një laborator mikrobiologjik për analiza mikrobiologjike ose higjienën e qumshtit, dhe e kemi laboratori mikrobiologjik gjithashtu në procesin e mbushjes, paketimit produktit final. Në momentin që mostrat e qumshtit freskët vinë tek ne në laborator, atëherë ne fillojmë me testin e antibiotikut dhe aflatoksinës. Për shkak se ky test bënon 10 minuta dhe afërsisht derisa dhe rezultati unë në ndërkohë i kryej dhe analizat e tjera për me pas një rezultat sa më shpejt, ku tregoj edhe Musa që ne vendosim mostrën për parametrat e realizuar në aparatin FOS, i cili na jep diku në 20 parametra. Pastaj vazhdojmë me testin e antibiotikut dhe aflatoksinës, ku para se me dal ky test ne nuk guxojmë të pranojmë asgjë. Pastaj kur i lexojmë testet e antibiotikut dhe aflatoksinës, të cilat duhet me qenë negative, atë ne e bëjmë pranimin e qumshtit. Gjithashtu ne e bëjmë edhe freskinë e qumshtit me alkool test. Kur të gjithë parametrat janë rregull dhe ne nuk kemi asnjë dyshim, atë ne i njoftojmë që mundet qumshti i freskët mu pranu. Gjithashtu e kemi edhe krioskopin, i cili është aparati i cili na jep ky është krioskopi i cili është për përqindjen e ujit dhe na tregon nëse në mostrat tona kemi përqindje të ujit. Pasi të dalin të gjitha analizat, ne tregojmë që qumshti i freskët është në rregull, i tregojmë teknologut dhe vazhdojmë me pranimin e qumshtit të freskët. Pastaj ne kemi edhe mostrat e tjera të fermerave, të cilat rregullisht çdo ditë ne i kontrollojmë për të parë nëse ka përqindje të ujit ose nëse yndyra është në ult ose diçka, edhe që të ndërmarrim masa për tu. Tu fillon procesi. Udhtojmë raportin e pranimit të qumshtit. Tu i kemi 7 tanka. 7 tanka, secili prej tyre ka kapacitet 30.000 litra. I kemi edhe 2 tankat jashtë, që kanë kapacitet 35.000 litra secili. Për shembull, këtu e kemi pasteurizuesin i cili ka 15.000 litra në. Ky pasteurizues është i lidhur me stendomatin. Për shembull, na vjen qumshti me 4% yndyrë. Neve na duhet me 3.2, na duhet me 2.8. Në mënyrë automatike, me recepturë veçantë, hiqet vetja teprica e yndyrës dhe qumshti standardizohet me gjithë parametrat. Me laktoz, me protein, me gjitha. Standardizohet qumshti, bën analizat gjatë gjithë kohës, gjatë pranimit, qumshti gjatë pranimit gjithmonë stofet në 4 gradë. Fillon procesi i pasteurizimit, mirën analizat gjatë pasteurizimit, pas pasteurizimit. Gjithë veprimet bën në mënyrë automatike. Procesi është i automatizuar 100%. Nuk ka dorë njerit
kjo projekt në qëllë. A marim diçka që u prodhu sot. Absolutisht. Ha? Absolutisht. Koset, mja është i lugët. Absolutisht. Aja tina kosit lugët. A des të thojnë kosi është i nëzën për i luga. E provoj po. Këj kemi pasteurizusin, do të thotë produkti veç i standardizuar. Okej. Për shembull, nëse kemi jogurt 3.2 ose jogurt 2.8, kalon në për këtë njësi operative, ku kjo ngërthën edhe shumë procese, si që është pasteurizimi, homogenizimi, edhe kjo pastaj kalon në temperaturë e cila është e nevojshme për fermentim. Për fermentim. Po futet produktin në fermentim, 5 orë, 6 orë. As kjo veç për jogurtin, a? Kjo është për jogurt, për ajk, për kos, për ajran, për gjitha produktet e fermentume. Ndërsa në anën tjetër që do ta shohim, ne kemi linjen komplet të ndame për japë.